që në kryet herës, që nga selia e Partisë Demokratike te kryeministria, e më pas nga kryeministria kur u rrugtua tek drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, e më pas u aludua nëse do të shkohet tek selia e Partisë Socialiste dhe do të kishte një ndalesë aty, nuk u bë për shkak se me sapam u evitua një përplasje me policin. Po kështu edhe tek parlamenti u veprua. Ndjekim pak zotin Bardhi? Paqësor të opozitës. Ka qenë një marshim tërësisht paqësor, jemi penguar në lirin tonë të lëvizjes dhe të ushtrimit drejtës protestës, e keni parë që në drejtorinë e përgjithshme të policisë na është bllokuar rruga pa asnjë dalje alternative dhe më pas jemi sulmuar pa asnjë shkak me gaz lotësielës. Më pas e njëjta gjë ka ndodhur në drejtorinë e policisë Tiranës dhe e njëjta gjë ka ndodhur në kryesinë e Kuvendit, ku ne ishim në një marshim tërësisht paqësor. Po Molotovët në ish vinin e diktatorit tashmë shërben si rezident për artistë huaj. Sigurisht që çfarë qëllimi kishte? Sigurisht së pari ajo shërben si një vil ku Edi Rama mbyll pazaret e tij me krimin dhe pazaret e tij korruptive, është pa diskutim një simbol i diktaturës dhe sigurisht revolta qytetare ku shikojnë nuanca të atij regjimi të përsëriten 35 vite pas rënjes atij regjimi është gjëja më normale të ketë revolt. E rëndësishme është që nuk ka asnjë person të lënduar përveç se protestuesit. Përveç se protestuesit jo nuk jam, se jam unë administratori i Godinës. Ajo që unë di është që nuk ka asnjë person të lënduar dhe të vetmit lënduar janë qytetarët protestues të cilët në ushtrim drejtës tyre kushtetuese për protestuar janë sulmuar në mënyrë pa precedent nga policia me gaz dhe me ujë Bardhi, ministra e brendshme në IKE Albana Koçiu, e cila do të marrë rolin e Belinda Ballukut, zonës kryeministret, ka bërë një reagim ditën e sotme për protestë. Dhe ti mendon që unë tani i kthej përgjigje ajo ka sulmuar protestën derisa ishte në ministrinë e brendshme, ishte ministre e adresave dhe Zare Edi Ramës. Tani e ka ulur shumë stega, është bërë Zare e Belinda Ballukut dhe unë i uroj fatin e Belinda Ballukut. Zoti Bardhi, keni informacion si do të vijojë protesta? Do të vazhdojmë marshimin ton, protestuesit do të vazhdojnë marshimin e tyre, sigurisht deri në përfundimin e saj në selinë e Partisë Demokratike. Ju falenderit shumë. Pra përfundimi i kësaj proteste do t'jetë në selinë e Partisë Demokratike, tha zoti Bardhi, do të vijojmë marshimin. Pra, nuk kuptoj që mund të kishte lëvizje të tjera dhe përfundimi do t'ishte tek selia e Partisë Demokratike. Por shohim pak tani sepse ka një shpërndarje të protestuesve, kjo pas momentit të molotovëve dhe të ujit. Kjo është situata në Bulevard, si që shikoni, ishte momenti që po i afroheshin kryeministrisë, aty ku u shtuan forcat e rendit dhe u shpërnda ujë me presion. Pak çast më parë u largua kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha. Do të shohim tani se çfarë organizimi do të kenë protestuesit dhe nëse do të ketë një rrugtim, siç e përmendi kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike zoti Bardhi. Ajo çka u konfirmua është që mbyllja e protestës do të jetë aty ku nisi në selinë e Partisë Demokratike. Osman Stafa është përsëri në një lidhje drejt për drejt tani me mua në një raportim. Po, Osman, nuk e di nëse na ndoqe me informacionet e fundit apo mundet ndjekësh nga ato çka tha zoti Bardhi apo një largim i zotit Berisha, nuk e di çfarë të reja është vinë lidhur me protestën dhe nëse do të ketë një vijim të rrugtimit. Ajo çfarë kemi mësuar është se në ditën e parë që pati ngjerjet gazit të molotovëve në drejtim të vilës së ish diktatorit Enver Hoxha, policia bashkë me makinën ujë hedhse erdhi drejt zonës për të shpërndar protestuesit, hodhi ujë aty dhe në këtë moment sipas mua më thanë ka qenë zoti Berisha i cili është lagur nga ujë dhe për ashtu të largoj nga protesta. Kjo paktën është thënë nga funksionarët Partisë Demokratike. Ndërkohë që
të presin të riorganizohen përsëri janë pra në zonën e bllokut, ndërkohë që nga ana tjetër është makina urgjense si kundër edhe me punonësit e policisë të shtetit. Pra është situata ndërkohë që në anën tjetër janë protestuesit të cilët janë pra duke pritur, duke vijuar që të jenë në këtë vendodhje. Po, Osmani ishte në lidhje të drejt për drejt dhe e ndoqët nderuar shikues, mbi atë çka po, shohim këto pamje që pra idhem fishek zjarre. Okej, jemi tek zona e bllokut përsëri këtu. Po, këtu ndodhet edhe kolegja Gjensila Kodra për të na dhënë më tepër informacione. Po, Gjensila, çfarë po ndodh? Nisida, siç mund të shihet, në këtë moment është duke u hedhur fishek zjarre në drejtim të autobotit me ujë, ku qëndron edhe një gard rrethues, mund të themi, forcave të policisë, forcave të rendit. Është edhe në këto momente si pas herë është hedhur vetëm momentet e tanishme që po flasim, fakt është hedhur molotov në drejtim të forcave të policisë, ndërsa nga ana e policisë është përdorur paktën deri në këto momente vetëm ujë për t'u larguar, pra është përdorur vetëm autoboti me ujë për t'u larguar. Në fakt ka pasur një spostim, mund të themi për disa sekonda për disa minuta nga ana e protestuesve për të parë se nga do të shkëputej turma, pra duke qenë se një pjesë e tyre lëvizën në zonën pranë kryeministrisë, një pjesë tjetër në hyrje të zonës së ish-bllokut, po një pjesë tjetër momentalisht në vendin ku ne ndodhemi që lidh edhe zonën e kryesisë kuvendit me zonën e ish-bllokut. Janë një grup protestuesish të cilët spostojnë pra koshat e mbeturinave të cilët ndodhen në anë të rrugës, ashtu siç edhe në përgjatë gjithë marshimit, mund të themi, dhe protestës tyre kanë hedhur pjesën më të madhe të molotovëve, kryesisht në rrugë, por edhe në koshat e mbeturinave. Janë një grup tjetër protestuesish të cilët, siç mund të shihet, vinë nga pjesa tjetër pra me pankarta në duar, një pjesë e tyre edhe të maskuar me maska në fakt provizore të cilët hidhet her pas here molotov dhe ujë, duket se ka një kundërpërgjigje pra mes dy palëve, mund të themi, nga ana e protestuesve që hidhet molotov dhe nga ana e policisë që shpërndahen. Paktën deri në këto momente nuk është përdorur gaz lotësielës, por është hedhur në mënyrë të një pas njëshme dhe të pandërprer uji i cili autobotët me ujë i cili ka edhe një pjesën e Shojmë afrim përsëri të forcave të policisë në numër, Gjensila. Të një solucioni në formën e speci djegës, po ka her pas here spostim të autobotit me ujë të policisë dhe të forcave të rendit, duke u afruar sa më shumë, mund të themi, nga ana e protestuesve, por janë një grup protestuesish të cilët në fakt her pas here bëjnë thirrjet e tyre për të bashkuar, pra duket se pik bashkimi, mund të themi, i këtyre dy grupeve që deri më tani janë të veçuara nga njëri tjetri, është pikërisht në pjesën e zonës ish-bllokut, në kryqëzimin që lidh urën kaotike aty. Gjensila, një moment ndoshta duhet tashmë duket një situatë kaotike ku ka përplasje mes forcave të rendit dhe protestuesve. Shikojmë, u afrua pak më parë edhe zjarrfiksja, shpërndahet ujë, hidhet molotov. Kjo është situata tek zona e bllokut, nderuar shikues. Ka nisur këtë protestë opozita që prej orës 18, por duket se u tensionua situata, sidomos në këtë orën e fundit. Masivisht ujë për të shpërndar protestuesit, po edhe gaz lotësielës. Shikoni se kjo kuptohet edhe nga protestuesit që shihet qartë që ndihen keq nga përdorimi i gazit lotësielës. Shohim zotin Noka
të fokusuar. Tani pak më parë ishte Gazmend Bardhi që përmendi faktin që protesta është një kryengritje paqësore dhe në momentin që u ndjen të trembur pan të arsyeshme që të afronin policin dhe të krijonte përplasjen me protestuesit. Situata u tensionuar që ke vila 31 tek zona e ish blloku dhe ja të kemi tani në një situatë tensioni ku shpërndahet ujë, gaz llotësiellës dhe